ende i errësir, një yll shndriti i fuqishëm për të treguar se lindi shpresa. Kur bota vuante në pranga dhe robëri, një grash dhe një stad do të mbarte çelësin e lirisë. Atje, ku askush nuk e mendonte, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Një yll udhërrëfyes, një grasht për ulësie, një shpresë e fituar. Gjatë gjithë muajit dhjetor, përjetimi i Krishtlindjes në Radio Emanuel. Atje, ku askush nuk e mendonte, Kur bota ende i errësir, Kur bota vuante në pranga dhe robëri, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Rikthehemi në studio, miqë, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus në 25 ditë Krishtlindje dhe në këto momente është bashkuar në studion e programit Muzik Plus një mikesh patjetër e përhershme e këtij programi Radio Emanuel, Kristiana Storli. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në këtë ditë kaq të veçantë. Data sot është 23 dhjetor. Përshëndetje Kela dhe faleminderit që më ftuat. Është kënaqësi gjithmonë patjetër për të qenë së bashku për të zhvilluar biseda kaq shumë të rëndësishme dhe për të përcjellë më shumë inkurajim, më shumë shpresë, më shumë besim përmes fjalës së Perëndis tek gjithë ata që na ndjekin, sidomos në këtë periudhë festash, në këtë periudhë Krishtlindjeje. Prandaj dua ta nis me një frazë që unë e prezantova dhe në hyrje të puntatës së ditës së sotme. Krishtlindja shpesh përshkruhet si dashuria e Perëndis në veprim, por si mund ta përjetoj secili prej nesh këtë dashuri në mënyrë personale në këtë Krishtlindje dhe ti personalisht si e përjeton? Pyetja është fantastike, është shumë e rëndësishme. Dhe përgjigjja që kam, mbase mund të dekurajoj disa njerëz sepse nuk është shumë e gjatë, por është shumë e fuqishme. Përgjigjja se si mund të përjetojmë dashurinë e Perëndis në veprim këtë Krishtlindje është thjesht ta pranojmë që Perëndia veproi përmes Jezus Krishtit në një natë e qetë në Betlehem dhe kështu fillon historia e Krishtlindjes. Dashuria e Perëndis është gjithmonë në lëvizje, por u mishërua dhe u bë e qartë për sytë tanë në mëshirimin e Jezus Krishtit, kur Jezus Krishti erdhi si një foshnjë dhe solli mbretërinë e Perëndis në tokë. Dhe e vetmja mënyrë për ta përjetuar këtë dashuri është të dorëzohemi dhe të pranojmë që kur Jezus Krishti erdhi mishëruar në tokë, solli mbretërinë e qiellit dhe të shpresojmë që kjo mbretëri do të vinë në plotësi me ardhjen e dytë të Krishtit. Kështu që përgjigjja është e shkurtër, është e thjeshtë mbase, por me një peshë të madhe, sepse nuk ka asnjë këshill tjetër që unë mund të jap përveç të pranojmë që Jezus Krishti u mishërua, erdhi si një foshnjë për të sjellë mbretërinë e Perëndis në ne. Si po e përjeton përgjatë këtij viti këtë Krishtlindje? Për vit jam e ftuar dhe më duket sikur për vitin të njëjtën përgjigje. Por këtë radhë mund të jetë ndryshme nga viti. Këtë radhë kam mbase mora mend nga vitet e kaluara dhe përgjigjja është ndryshe. Zakonisht për vit unë dua të bëj diçka të veçantë me familjen për Krishtlindje dhe pastaj ditët ngarkohen, zien, ikin dhe vjen Krishtlindja dhe them o babos, bëra asgjë, nuk bëra iku dhe kjo Krishtlindje dhe nuk bëra asgjë. Këtë vit mbase vura mend nga vitet e tjera dhe mbase edhe nga përgjigjja e kësaj pyetje sepse më është bërë për shumë vite rresht që ke reflektuar. Po, dhe u përpoqja që
këtë vit bashkë me familjen të bënim diçka të veçantë për të përjetuar sezonin e Krishtlindjes. Dhe këshilla e parë që i dhash vetes që duhet ta mbaj është ta bëj këtë gjë sa më të thjeshtë, sepse sa më të komplikuara të jenë eventet që ti do që ti bësh gjatë ditës, aq më pak gjasa ka që ti do i bësh deri në fund. Jo vetëm për këtë fakt, unë mendoj që edhe kur i komplikojmë shumë, nuk është se fokusohemi tek ajo gëzimi, tek festa, tek kuptimi vërtet, por angazhohemi me këto gjërat që ne duhet i bëjmë ashtu siç duhet ose sikur si i kishim planifikuar. Po, dhe pastaj dekurajohemi se nuk u vun të gjitha dhuratat. Ka njerëz që bëjnë nga një dhuratë për ditë, ka njerëz që bëjnë nga një lexim për ditë. Unë e mbajta shumë të thjeshtë këtë traditën për të përjetuar Krishtlindjen. Çdo të diel ne ulemi dhe flasim mbi 4 temat e Adventit, mbi 4 temat e pritjes të ardhjes së Jezus Krishtit që janë paqja, dashuria, gëzimi dhe shpresa. Dhe kemi printuar një lexim shumë të thjeshtë që funksionon si për fëmijët dhe për ne të rriturit. E lexojmë, ka disa pyetje me të cilat reflektojmë. Të gjitha pyetjet kanë të bëjnë me ardhjen e Krishtit dhe si ndryshon kjo jetët tona. Edhe të njëjtën, e mbajta shumë thjesht, por të njëjtën material, gjithashtu e përdor me një grup mikeshash me të cilat takojmë çdo të njëjtën në mëngjes. Kështu që më ka pëlqyer kjo sepse ka qenë diçka që mund ta lexosh gjatë javës, të reflektosh gjatë javës dhe që e thjesht për të bërë, për të përfunduar. Të jetosh të gjitha këto emocione gjatë gjithë muajit dhjetor, patjetër jo vetëm në një ditë veçantë. Rikthehemi sërish tek tema që unë startova bisedën në ditën e sotme për sa i përket dashurisë së Perëndis në veprim, sidomos në këtë Krishtlindje. Pse mendon Kristiana se njerëzit janë në kërkim të vazhdueshëm të dashurisë gjatë gjithë jetës dhe çfarë veçon dashurinë e Perëndis nga çdo formë dashurie që ne si njerëz kërkojmë? Kërkimi i vazhdueshëm i dashurisë është për arsye se dashuria nuk ka reng. Vendet ku ne kërkojmë dashurinë nuk janë vende me reng. Janë vende të pa rënjosura, le të themi. Në përgjithësi, njerëzit mendojnë që nëse bëjnë këta dhe këta dhe këta, do të gjejnë dashuri, do të gjejnë plotësi të dashurisë, apo jo. Nëse martohem, do të jem plotësisht e dashur. Nëse kam fëmijë, do të jem plotësisht e dashur. Nëse fëmijët i kam me shëndet dhe më duan, kam plotësinë e dashurisë. Dhe siç e dim, me pak jetë që kam në këtë tokë, jam akoma e re. Por realiteti është që jo gjithmonë këto gjëra vijnë në vi, jo gjithmonë njerëzit martohen, jo gjithmonë njerëzit janë në familje që i duan, jo gjithmonë njerëzit kanë fëmijë, jo gjithmonë njerëzit kanë punë të mira. Edhe kështu përjetimi i dashurisë vazhdon që të jetë si një vrap pa fund ku ne kërkojmë të jemi të dashur. Dhe çfarë veçon dashurinë e Perëndis nga çdo formë tjetër është që çdo gjë tjetër që përmenda, qoftë edhe ajo e fëmijëve dhe prindërve, gjithmonë është diçka shumë reciproke, apo jo? Dhe më thënë, ne i duam fëmijët tanë dhe për shkak se ne i duam shumë fëmijët tanë edhe ata na duan ne. Edhe mbase nëse ne i kish trajtojmë fëmijët tanë dhe fëmijët tanë na kish trajtojnë ne, kështu me radhë, pra marrëdhëniet janë reciproke, njësoj është arsyeja pse shumë martesa përfundojnë, sepse njerëzit nuk e duan me njëri tjetrin, apo jo? Është e vërtetë. Dhe ajo që ndryshon dashurinë e Perëndis është që nuk ka fare rëndësi nëse ne e duam apo nuk e duam Perëndin. Perëndia është burimi i dashurisë dhe kur qëndrojmë në ai, kemi një akses, le të themi, të dashurisë së përjetshme që vjen vetëm prej tij. Dhe të qenit të dashur prej Perëndis është diçka ekzistenciale. Ne nuk vim dot në jetë nëse nuk jemi të dashur prej Perëndis. Të gjithë, si ata që e duan dhe ata që nuk e duan Perëndin, janë në këtë botë dhe po marrin frym për shkak të atij që unë gjithmonë e quaj hiri universal, po për shkak të faktit që janë të dashur prej Perëndis. Nëse nuk jemi të dashur prej Perëndis, nuk kemi jetë. Kështu që
Po, kjo është ajo që e veçon dashurinë e Perëndis nga çdo formë tjetër që ne kërkojmë, është Perëndia është burimi i dashurisë dhe nuk kërkon reciprocitet që Perëndia të na doj, edhe kur ne gabojmë Perëndia na do, edhe kur ne nuk e duam Perëndia na do, dhe kjo e ndryshon dashurinë e tij nga të tjerat. Edhe shumë bukur Perëndia është burimi i dashurisë kristiane, por për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë përjetuar, nuk e kanë provuar këtë dashuri, si është e mundur që dashuria e Perëndisë të mbush boshllëqet më të thella të zemrës së gjithë secilit prej nesh, aty ku dashuria njerëzore patjetër edhe dështon. Po. Do ndaj diçka që mbas është personale. Dhe e pyeta tim shoq nëse ishte okay që ta thesha këtë. Kur tim shoq më propozoi për të martuar, më shkruajti një letër dhe në ajo letër tha: "Vazhdon të ketë një boshllëk në shpirtin tim, por e di që ai boshllëk është një boshllëk që vetëm Perëndia do e plotësoj kur ne të dy të martohemi." Dhe më pëlqen kjo që dhe në momentin më të gëzuar të jetës tonë, kur i tham njëri tjetrit po, dua të martohem me ty, e ndjenim që kjo gjë, martesa jon, nuk do të na plotësonte. Nuk do e bente përjetimin e dashurisë të plot, por Perëndia do plotësonte atë boshllëk që ne do të kishim në jetët tona, qoftë në atë kohë dhe qoftë në ditët që do të vinin. Kështu që ky pranim së pari që ne gjithmonë do të kemi boshllëk në jetën tonë, është fillimi i këtij rrugtimi me Perëndin. Është pranimi që, okay, gjithmonë do të kem diçka që nuk është e përmbushur, që mbetet bosh. Dhe kjo si një jetët e atyre që janë besimtar apo jo besimtar, është një dëshmi e dashurisë së Perëndis, sepse vetëm ajo mbush këto boshllëqe në jetët tona që ne ndjejmë që i kemi. Kështu që si është e mundur që kjo dashuri të mbush të gjitha këto boshllëqe? Së pari është e mundur sepse, siç e fillova edhe në fillim, nuk ka fare të bëj me ne dhe reciprocitetin ton, bashkëpunimin ton. Dashuria filloi që prej krijimit, Perëndia e bëri botën dhe tha gjithçka është mirë, dhe kërkon që njerëzit të përjetojnë dashurinë e tij përmes krijimit, apo jo? Në popullin e Izraelit, dashuria e Perëndisë u tregua në tokën e premtuar, në manën që po binte nga qielli, në zogjt dhe ushqimin, në Mojsiu, në drejtuesit, në Josueu, e kështu me radhë. E gjithë kjo për të sjellë njerëzit në një premtim të përmbushjes së premtimit të Perëndis. Dhe përmbushja e premtimit të Perëndis ishte që mbretëria e Perëndis do të vinte në tokë dhe gjithçka do të plotësohej me ardhjen e Krishtit. Kështu që si është e mundur që të ndodhë kjo, pjesërisht është mister, edhe është e kotë që të qëndroj përpara teje dhe audiencës atyre që ta dëgjojnë dhe të them lemëni t'ja u shpjegoj se si përmbushet dhe plotësohet dashuria në ardhjen dhe mishërimin e Jezus Krishtit, sepse pjesërisht është mister se si ndodh kjo gjë. Ne njohim pjesërisht. Po. Por ajo që ne dim është që të gjitha premtimet që u bën në Testamentin e Vjetër, që ishin për popullin e Izraelit dhe për të gjitha kombet, u përmbushën në Jezus Krishtin, kur erdhi Perëndia si fosh nëpërmjet Jezus Krishtit në tokë, ai filloi një lëvizje të re të mbretërisë së Perëndis këtu. Dhe shpresa jonë është që kjo mbretëri e Perëndis do të shoh plotësinë e saj kur Jezus Krishti të rikthehet. Kështu që ardhja për ne është thjesht fillimi i një lëvizjeje të dashurisë së Perëndis në tokë. Perëndia lëviz që prej kopshtet e Edenit deri në ditët tona, vazhdon të lëviz, por kur Jezus Krishti u mishërua, fillovi këtë lëvizje. Dhe shpresa e premtimit që ai do të rikthehet dhe gjithë ky boshllëk, gjithë ky dëshpërim, gjithë ky inat, gjithë këto luftra do të përfundojnë, është ajo që e mban dashurinë e Perëndis të gjallë dhe të dukshme në jetët tona.
Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të vazhduar për të sjellë edhe më tepër këndvështrime të ndryshme në lidhje me dashurinë e Perëndisë dhe mbi gjitha si mund ta përjetojmë shumë më fort në këtë Krishtlindje, por në këtë momente shkëputemi për të ndjekur këngën më shumë dashuri, duke qenë se jemi duke folur pikërisht për dashurinë e Perëndisë, sjell nga kisha ungjillore Libonik Maliq. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time, do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë dashuri është kënga që na rikthen në studio në programit Muzik Plus. Vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel me Kristiana në ditën e sotme. Jemi duke folur mbi të gjitha për dashurinë e Perëndisë, jo vetëm në këtë sezon festash, jo vetëm në këtë Krishtlindje, por patjetër një dashuri që vepron çdo ditë të jetës son. Prandaj dua të ndalem në këtë moment e Kristiana për të të pyetur se cilat janë karakteristikat kryesore të dashurisë së Perëndisë që besimtarët janë të ftuar t'i pasqyrojnë patjetër në jetën e tyre të përditshme, t'i reflektojnë në marrëdhënie të ndryshme që ata ndërtojnë në komunitetin ku janë, por kudo tjetër. Po, ka shumë karakteristika të Perëndisë të cilat duhen reflektuar nga ne. Dhe ky është vullneti i Perëndisë, që ne të shëmbëllejmë Perëndin në tokë.
Kështu që sa herë që na bëhet kjo pyetje gjithmonë përgjigja, mbase kërkojmë që të gjejmë një përgjigje më specifike, po përgjigja është jeni si ati. Dhe është një karakteristik, mendoj, që e ndryshon dashurinë e Perëndis nga dashuritë të tjera, dhe kjo është që dashuria e Perëndis është e shenjtë. Që do të thotë që kur ne bëjmë akte plot dashuri, mund të kenë një impakt në njerëzit që ne duam, por nëse nuk vjen nga burimi i dashurisë, që është Perëndia dhe fryma e shenjtë që jeton në ne, atëherë nuk jam e sigurt për jetëgjatësinë dhe impaktin e këtyre akteve plot dashuri që ne mund t'i japim njëri tjetrit në këtë sezon. Kështu që një karakteristik që e ndryshon dashurinë e Perëndis nga çdo dashuri tjetër është që dashuria e Perëndis është e shenjtë, është e veçantë. Dhe që prej popullit të Izraelit deri në ditët e sotme ne thirremi të jemi të shenjtë sepse Perëndia është e shenjtë. Dhe vetmja mënyrë për të qenë të shenjtë është kur jemi në Krishtin, kur jemi në Krishtin, jemi në Atin dhe fryma e shenjtë është në ne. Është si ajo një kuti e vogël, një kuti më të madhe, një kuti më të madhe. Ati, Jezus Krishti, ne dhe fryma e shenjtë brenda nesh. Kështu që nëse duam që dashuria jonë të ketë një impakt, të reflektoj karakterin e Perëndis në botë, duhet jetë e shenjtë. Dhe nuk ka 1, 2, 3, 4 gjëra që ne duhet të bëjmë që dashuria jonë të jetë e shenjtë përveç dorëzimit dhe të qenit në Krishtin. Kur jemi në Krishtin, shpirti i shenjtë është në ne, dhe kur shpirti i shenjtë është në ne, ne jemi të shenjtë, sepse shpirti i shenjtë është i shenjtë. Dhe dashuria që burnon prej nesh është një dashuri e shenjtë. Kjo është e vetmja karakteristikë që mendoj duhet fokusohemi kur vjen fjala për dashurinë e Perëndis. Jemi në periudhën e Krishtlindjes edhe përgjatë kësaj kohe flasim shumë për dritë, flasim për paqe, për gëzim. Prandaj si lidhen këto me mënyrën se si Perëndia e shpreh dashurinë e tij tek ne? Po, në mes të errësirës, në 400 vjet heshtje për popullin e Izraelit, një foshnjë lindi dhe u quajt drita e botës. Ky ishte Jezus Krishti. Ky ishte paqebersi. Ky ishte plotësia e gëzimit ton. Ishte ardhja Jezus Krishtit. Dhe mënyra se si Perëndia zgjodhi që të shpreh dashurinë e tij është shumë ndryshe nga që mund të mendonim ne. Mendoj mënyra se si erdhi Jezus Krishti për të sjell paqe, për të sjell dritë, për të sjell gëzim, për të sjell shpresë, u reflektua në ardhjen e tij. Lajmi ju dha dietarëve, lajmi ju dha që ishin jo hebre, lajmi ju dha barinjve që ishin njerëz jo me status, lajmi i tha një gruaje të re, Maris, Elizabetës. Pra, mënyra se si Jezus Krishti solli dritë, paqe, shpresë në tokë për të reflektuar dashurinë e tij, ishte një reflektim i karakterit të mbretërisë që ai solli. Karakteri i mbretërisë që ai solli ishte ndryshe nga çdo lloj mbretërie tjetër. Dhe u shpreh me përgjigja më e thjeshtë është u shpreh me ardhjen e Krishtit, por jo vetëm kaq, por mënyrat që Perëndia zgjodhi ta jepte këtë lajm ishin një shprehje jo vetëm e dashurisë së tij, por edhe e karakterit të mbretërisë që solli. E vërtet. Ne jetojmë në një botë ku patjetër përballemi me sfida nga më të ndryshmet, me vështirësi, me probleme. Dhe a mendon se gjitha këto sfida, dhimbjet apo edhe pritja e gjatë në jetë mund të na ndihmojnë të kuptojmë edhe më thellë dashurinë e Perëndis dhe nëse po si? Po. Dua të përmend Palin në këtë pyetje, sepse Pali thotë që të mund ta kuptojë shpëtimin që ardhi prej Jezus Krishtit, duhet ti bashkohem vuajtjeve të tij. Kështu që pa njërën s'vjen tjetra. Më pëlqen një shoqe na bëri një pyetje
Dhe tha mbyllini sytë dhe imagjinoni ditën tuaj perfekte dhe më të mirë dhe pas sfida. Ku jeni? Jeni në një spa, jeni në një masazh, po ju jep dikush një pije dhe ca fruta të mira të shijshme dhe një ëmbëlsire kështu me radhë. Dhe tha, në fund tha, tha, dhe nëse doni të rini këtu në ky vend për të gjithë jetën tuaj, mbyllini sytë, vazhdoni të mbani mbyllur, por nëse nuk doni të rini në këtë vend, hapeni sytë. Të gjithaj hapëm sytë. Vërtet, të gjithaj hapëm sytë. Asnjëra nga ne, sinqerisht, nuk deshte të rinte në këtë pozicion rehatie gjatë gjithë kohës. Okej? Pse? Sepse ka diçka në vuajtje. Ka rritje, ka pjekuri, por mbi të gjitha, nëse ne i bashkohemi vuajtjeve të Krishtit, ashtu e njohim Krishtin. Mbreti ynë është një mbret që vuajti, nuk është një mbret që erdhe në rati. Kjo është ndryshe nga çdo mbretëri tjetër. Të gjithë mbretërit e tjerë nuk kanë ngritur njerëgishtin, por Jezus Krishti jetoi në vuajtje. Erdhi në një familje të thjeshtë dhe të varfër, jetoi një pa shtëpi, e pa roba, e pa pasurinë të themi, ndryshe nga çdo gjë tjetër, po, dhe u kryqëzua për diçka që nuk e kishte bërë, apo jo mori në trupin e tij mëkatet tona që është një mister më vete, okay? Kështu që si mund ta përjetojmë dashurinë e Perëndis është ajo që tha Pali, nëse nuk i bashkëngjitem vuajtjeve të Krishtit, si do e kuptoj shpëtimin që erdhi prej tij, sepse shpëtimi i Jezus Krishtit erdhi përmes vuajtjes. Dhe është e pamundur që të përjetojmë, të piqemi, jo vetëm të përjetojmë, por dhe të piqemi në besim, të maturohemi, të fitojmë mençuri, është e pamundur që këto gjëra të ndodhin në rehati, gjithmonë në parati, dhe i kërkoj të gjithve që na dëgjojnë në këtë momente, nëse marrin 3 sekonda të kujtojnë një moment të parehatshëm që ndodhi shumë kohë më përpara, dhe si i ka ndryshuar jetët e tyre tani, të gjithë keni për të thënë diçka. Dhe nëse s'keni parë ndryshim, uluni dhe reflektoni, sepse ndryshimi ka ndodhur. Okej? Kështu që nëse nuk i bashkëngjitem vuajtjeve të Krishtit, atëherë s'do e kuptoj plotësisht shpëtimin. Dhe një pyetje që unë patjetër kam dashur ta bëj dhe prandaj jam duke ta drejtuar në këto momente është se si mund t'i mësojmë fëmijët, por edhe brezin e ri të kuptojnë dashurinë e Perëndis përtej atij aspektit festues dhe gjërave materiale të këtij sezoni. Për ata që na dëgjojnë për herë të parë, dua të them që jam një mama e 2 fëmijëve, 4 vjet, kam djalin, 6 vjet kam vajzën, sepse s'dua të jap një këshill pa thënë që kualifikimin, kualifikimi është që jam vetë mama. Dhe ajo që e para gjë që dua të jap si këshill është që gjithmonë duhet të kemi parasysh moshën e fëmijëve, sepse një fëmijë i vogël nuk do kuptojë aq shumë sa një fëmijë më i pjekur. Por unë them mos i anashkaloni fëmijët, bëjni pjesë të leximit tuaj të përditshëm, bëjni pjesë të bisedave tuaja të përditshme mbi Perëndin, sepse fëmijët nganjëherë na mësojnë ne shumë herë më shumë se çdo ju mësojmë ne atyre. Nganjëherë më duket se fëmijët janë shumë herë më afër karakterit të Perëndis dhe Perëndis se sa jam unë. Kështu që për sa i përket fëmijëve moshës së vogël, Perëndia thotë atyre është mbretëria e Perëndis, okay, nëse atyre është mbretëria e Perëndis kanë diçka për na mësuar ne aq sa që kemi dhe ne për t'ju mësuar atyre. Dhe për mua ambienti më i thjeshtë për të bërë diçka të tillë është në tavolina e ngrënies një herë në ditë. I gjithmonë e jap këtë këshill që të gjithë duhet ulemi një herë në ditë. Unë jam rritur në një familje që një herë në ditë ne uleshim të gjithë për të ngrënë së bashku. Dhe kjo është traditë që e kam vazhduar me vetë familjen time të vogël tani. Dhe në këtë tresë të ngrënies bëni pyetje. Si e përjetove sot dashurinë e Perëndis? Për çfarë je sot mirënjohës që Perëndia na ka dhënë? Lidheni burimin e jetës dhe gjithçka që vjen me Perëndin dhe lejojini fëmijët e vegjël të bëjnë pyetje. Edhe lejoni veten të thoni nuk e di përgjigjen e kësaj pyetje. Ndërsa me adoleshentët gjithmonë them duhet të vesh një bazë
të mirë dhe një themel të mirë, Që në sepse familje, po. kur themeli nuk është i fortë, gjasa ka që adoleshentët nuk duan të dëgjojnë mbi dashurinë e Perëndis. Dhe janë ata që ndjejnë nga njëri më tepër boshllëk se çdo moshë tjetër. Kështu që filloni me këta, filloni me fëmijët e vegjël, edhe filloni me një themel të fortë ku bëni pyetje, përgjigjeni dhe nganjëherë lini pyetje të papërgjigjura. Do të kemi një shkëputje tjetër shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të ndalur tek diçka tjetër e fundit shumë e rëndësishme, mbi gjitha se si mund të reflektojmë dashurinë e Perëndis ndaj të tjerëve në mënyrë konkrete edhe në këtë periudhë festash dhe në këtë periudhë Krishtlindjeje, por në këtë momente ju ftoj të ndiqni këngën Mari a e di kënduar nga Gloria Nure. Që fëmija yt një ditë do të ecë mbi ujë. Maria e di që fëmija yt gjithë breza do shpëtojë. A e di që fëmija yt ka erdhur të të shpengoj. Ky fëmijë që ti linde shumë shpejt do të rilinde dhe ty. Maria e di që fëmija yt do të bënte të verbrin shikoja. Maria e di që fëmija yt stuhi me dorën e ti do qetësoja. A e di që fëmija yt ka ecur ku e ngjajt ecë. Kur puthje fëmijën e vogël, puthje fytyrën e Perëndis. O Maria e di. O Maria e di. Të verbri do të shojnë, të shurde do të qojnë, të vdekurit do të krije sërisht, të qelët vrapojnë, të pagoje do të thonë, lavdrime për qengjin. O Maria e di. Që fëmija yt është Zoti i gjithë krijimit. Maria e di që fëmija yt kombe do të sëndoj një ditë. A e di që fëmija yt është qengji i përsosur. Ky fëmijë që përqafon është i madhi. Unë Gloria Nure me këngën Maria e di në rikthen në studion e programit Music Plus për të ndalur edhe tek diçka e fundit së bashku me Kristiana në ditën e sotme. Dhe duke ju referuar jetës sonë praktike për ditëshmërisë, cilat janë disa veprime konkrete me të cilat ne mund të reflektojmë patjetër atë që kemi folur gjatë sot, dashurinë e Perëndis ndaj të tjerëve, sidomos në këtë periudhë festash, në këtë kohë ku jemi më të prirur dhe më të hapur për të marrë nga dashuria e Perëndis, por edhe për të dhënë. Po. E shpresoj që një lëvizje të filloj me njerëzit që po na dëgjojnë sot, për të reflektuar dashurinë e Perëndis në fqinjin, në ata që na rrethojnë. Përgjigjja është e thjeshtë këtu, nëse nuk i kemi gjërat në vijim me Perëndin, nuk mund të japim dashurinë e Perëndis në njerëzit që na rrethojnë. Mbase ne na duket sikur jemi njerëz të mirë dhe bëjmë gjëra dhe vepra të mira, kështu që nëse jap lek, nëse gatuaj për një person, ju kam bërë mirë,
Por nëse gjërat nuk janë në vijim me burimin e dashurisë, nuk e di se sa impact dhe sa fryt do të vi prej akteve tona të dashurisë. Kështu që edhe pse, mbase atë që njerëzit kërkojnë të dëgjojnë është 1, 2, 3, 4 veprime konkrete që duhet të bëjnë për të treguar dashurinë ndaj fëmijët, unë do ju them vetëm një, dhe kjo është verini gjërat në vijim me Perëndin personalisht në jetët tuaja, personale, dhe do të shihni se si dashuria e tij vepron në familjen tuaj, sepse atje fillon lëvizja, në ata që ju rrethojnë fizikisht, në për punët tuaja, në për shkollat tuaja, në për ambientet në të cilat frekuentoni më shpesh. Atje do të shihni. Dashuria e Perëndisë, siç e thash pak më përpara, është e shenjtë, është ndryshe nga çdo dashuri tjetër. Dhe këto akte që ne presim të reflektojmë me njëri tjetrin janë të pamundura të vinë nëse ne nuk kërkojmë që Perëndia të na bëjë ne të shenjtë, ashtu siç është vetë i shenjtë. Dhe vetmja mënyrë që ne bëhemi të shenjtë është kur fryma e shenjtë vepron në jetët tona, qëndron në jetët tona. Kështu që një kohë në lutje, një kohë ku i flasim Perëndis, si mundet që ne të transmetojmë dashurinë e Perëndis në njëri tjetrin nëse ne nuk e njohim si duket dashuria e Perëndis, sepse nuk i kemi folur dhe nuk kemi ndenjur në heshtje për të dëgjuar prej tij. Përgjigjja është e thjeshtë, por ka shumë, mendoj që ka një peshë të madhe. Është kjo, nuk ju jap dot 3 gjëra që mund të bëni, okay, gatuani për njëri tjetrin, shkoni jepni nëse keni për të dhënë, kështu me radhë. Nuk do them asnjë nga këto, sepse asnjë nga këto nuk ka vlerë nëse shenjtëria e Perëndisë dhe fryma e shenjtë nuk lëviz në jetët tona. Kështu që kjo është këshilla e parë dhe e vetme. Dhe për ta mbyllur, Kristiana, cili është mesazhi që ke për dëgjuesit që janë duke na ndjekur në këto momente, të cilët pse jo, mund të ndihen të vetmuar në këtë Krishtlindje dhe kanë nevojë të përjetojnë atë që ne folëm gjatë sot, të përjetojnë dashurinë e Perëndisë në një mënyrë të prekshme. Jeni të dashur prej Perëndisë. Nuk do të ishit këtu në familjet tuaja, në makinë, kudo që jeni duke na dëgjuar, në shtëpitë tuaja, nëse nuk do të ishit të dashur prej Perëndisë. Nuk do të kishit frymë nëse nuk do të ishit të dashur prej Perëndisë. Dua ta filloj këtë mesazh inkurajues me këtë. Një nga këngët timet preferuara të Krishtlindjes thot një frazë që do e them njërë në anglisht sepse rimon për ata që na dëgjojnë, dhe pastaj do e përkthej në shqip. The one who heard your weeping became a child in a manger sleeping. Ai që dëgjovi vajtimet tuaja u bë si një foshnjë në një stall duke fjetur. Ky bir i Perëndis jo vetëm e deshi botën, por të deshte ty personalisht. Dhe nëse duhej të vinte dhe ti do ishe personi vetëm në botë që ai të lindte, të jetonte, të kryqëzohej dhe të ringjallej, ai do e bante këtë personalisht për ty. Ky shpëtim, një pjesë e tij mbetet si mister, por një pjesë tjetër thjesht kërkon që ti ta pranosh dhe të hysh në këtë beslidhje, dhe të lejosh hyninë e Perëndisë të veprojë në jetën tënde. Mënyra se si kjo dashuri do të veprojë në jetën tënde është ndryshe nga mënyra si ka vepruar në jetën time, është ndryshe si ka vepruar në jetën e Kelës dhe kështu me radhë. Kështu që unë nuk do të jap asnjë inkurajim tjetër përveç këtij. Nëse do të ishe personi vetëm në tokë, ti je i dashur prej Perëndisë dhe ai do vinte në një grazh duke fjetur dhe do të kryqëzohej vetëm për ty. Je aq i rëndësishëm dhe i dashur prej Perëndisë, sa do të vinte dhe sikur ti ishe i vetmi. Dhe nëse mendon që kjo ta ngacmon pak zemrën dhe shpirtin, atëherë mjafton që ta pranosh këtë beslidhje që ai do të krijojë në ty, dhe unë do le Perëndin të bëj punën e vet. Nuk do them çfarë do ndodh në jetën tënde, por një farë do mbillet dhe fryti që do të vi
do të jetë më i mirë nga gjithçka tjetër që bota premton. Kristiana, ka qenë vërtet një inkurajim dhe të falenderoj për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Je gjithmonë bekim teksa vjen në radio edhe teksa ndan mesazhe të tilla. Të uroj gëzuar Krishtlindjen ty personalisht, familjes tënde dhe uroj të kalosh një kohë të bekuar për gjatë këtyre ditëve dhe në vazhdim. Shumë faleminderit ju Kela që më ftuat. Gëzuar Krishtlindjen të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe të gjithë stafit të Radio Emanuel. Faleminderit. Edhe pse jo, un kam zgjedhur për ta mbyllur këtë intervistë me këngën Faleminderit Zot, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Emanuel sepse bashkë do të vazhdojmë të jemi deri në fund të puntatës së ditës së sotme.